Dy banesa janë përmbytur si rezultati i rreshjeve të shiut në fshatin Valaret të Gjirokastrës, ndërkohë që ashtu si çdo vit, aksi Subash Tepelen ka shënuar shkarje dhe u në vendin e quajtur Shkalla e Zez, pjesë e autostradës Tepelen-Gjirokastër. Menjëherë pas vërshimit të ujit që ka ardhur si pasojë e bllokimit të kanalizimeve në fshatin Valaret, forcat e emergjencës kanë ndërhyrë duke rikthyer normalitetin në banesat e përmbytura, të paktën për sa i përket largimit të ujit. Ndërkohë në aksin Tepelen-Gjirokastër, lëvizja automjeteve është bërë vetëm në një krah, pasi njëra anë e Korçisë është bllokuar nga balta dhe shkarjet e dheut. Pavarësisht ndërhyrjes së ndërmarrjes së rrugëve, ky aks po mbahet në mbikëqyrje nga ana efektive të policisë rrugore për të evituar ndonjë aksident të mundshëm, por edhe ndërhyrjes në kohë, pasi nga eksperiencat e viteve të kaluara, vendi i quajtur Shkalla e Zez ka qenë gjithmonë problematike në këtë drejtim. Ky është sinjali i parë për partet e emergjencave, i cili lajmëroi për një stin me probleme.